Kjo ka në ndrejmë të njëtën, po e shë vitën në Barcelonë, në Spanjë të lu. Unë isha inkuraju të gjithë prindrit që njësoj që shë kam pasionin e flakt me i pru djemët në futbol, hala pa janis mirë me ecë, me këshyrë edhe qikat njëjtë, se dhe ato din me lujt edhe aty në njëjtë ju gufon zemra që ashtu për futbol, si kur djemëve. Në fushat të tilla stërvitjeje që dikur përdoreshin vetëm nga djemët, sot vajzat e reja po dëshmojnë se pasioni dhe dashuria për futboll nuk njeh gjini. Ky pasion vërehet edhe gjatë kohës kur po bëjnë stërvitjet e tyre rutinë në hapësirën e stadiumit Agron Rama në Obiliq. 17-vjeçarja Aurora Cakolli thotë se ka vendosur të luajë futboll edhe pas paragjykimeve të shumta, me që në Kosovë në masë të madhe ky konsiderohet si sport i djemëve. Në moshën tem më mirë me këtë sport, sidomos edhe në Kosovë të shkollë gjykime nuk është shumë lehtë, ama prapë se prapë kjo ka në ndrejmë të njëjtën. Ka qenë pikërisht shtyrja e stereotipeve gjinore, ajo që ka shtyr Armenda Filipajnë të themeloj klubin e futbollit për vajza Prishtina. Ka qenë nane dy djemëve futbollista, kam pa që gjitha nana tjera që kanë ardhur me pru fëmijët, kanë pas vajza me veti, edhe gjitha ato vajza kanë vrapu në përfush, kanë luajtur diçka tjetër derisa vëllezërit i kanë kryer stërvitjet, edhe kam pa si mundësi me angazhu fillimisht ato vajza derisa presin vllazni pse mos më ushtru dhe ato. Klubi i parë i futbollit të femrave Kosova, Prishtinë, u themelua në vitin 2022, duke thyer tabut e asaj kohe dhe duke dëshmuar se futbolli nuk është sport vetëm i meshkujve. Sot, Armenda, e motivuar edhe nga puna e saj primare në UN Women, dëshiron që përmes klubit të saj sportiv t'i fuqizoj vajzat në të gjitha aspektet. Unë e kom pa që hendeku gjinor, e krejt e dim, me thonë që hendeku gjinor në të gjitha fushat vrehet dukshëm, edhe kom mendu me marrë një sport i cili është vërtet sfidus. E kom zgjedh pikrisht futbollin, duke pas eksperiencën me djemët, edhe pozicionimin e vajzave, motrave të futbollistëve fillimisht, edhe angazhimin e mangët të vajzave të vogla në futboll. Edhe mi mundu, me thonë, edhe në përgjitha aktivitetet që i bojna me vajzat, mundohem me bashkë partner që cili do kurse qofte, prej Barcelonës e deri te partner tjerë, me vënu fokusin të vajzat. Me thonë me pa vajza që me rritë vetbesimin të topën, njëkohësisht edhe me ngrit vetdijen tek prindrit fillimisht, që njësoj si djemë që shmuj me lujt për një ekip në Evropë, ku gjosi mungon edhe një vajze me lujt për cilin do ekip në Evropë. Këtë mbështetje e ka ndjerë edhe 16-vjeçarja Bora Bajrami, e cila ka arritur që të shkojë në Barcelonë, fal kampit të mbajtur në Kosovë nga trajnerët e këtij ekipi. Kemi pasur edhe stërvitjet me thënë në kampin e bashkës aty të La Masia, ku kemi stërvit si në kamp në vetit, me thënë kemi pasur aty stërvitje, ku i nakun me thënë shikimet të trajnerave të Barcelonës, kryesor. Kemi pasur edhe një lojë me një ekip të Spanjës, me thënë i nakun shumë ekipe ndomen, kemi kun dikon rreth 5 vajzat që kanë ardhur tjera. Edhe kemi luajtur kundër një ekipi të Spanjës, ku poshtë edhe aty kemi dalë me një fitore. Trajnerja e klubit të vajzave Prishtina, Suada Jashari, thekson se sa i rëndësishëm është fuqizimi i vajzave të reja në sportin e futbollit, duke vënë një theks të veçantë edhe në integrimin e vajzave të tjera nga komunitete të ndryshme. Klubi jonë edhe klubet në përgjithësi në Kosovë bëjnë shumë mbështetje që vajzat të integrohen sa më shumë në këtë sport, t'i mbështesim dhe t'i arrin ato qëllime apo objektiva që kanë. Fuqizimi i sportit normal është diçka shumë e rëndësishme për vajzat, për integrimin e tyre në shoqëri, socializimin, edhe hap shumë rrugë të tjera për vajzat në përgjithësi. Armenda tregon se janë të parët në Kosovë që në vitin 2021 e kanë themeluar ekipin e vajzave në Graçanic edhe në Shtërpc. Mbështetja e vajzave në sport në komunitet është edhe më e dobët se sa në zonën urbane, në zonat urbane të Kosovës. Edhe kemi mëri për shembull, kemi pasur që sa e rëndësishëm është sporti për ndërtimin e urave të bashkëpunimit. Vajzat përmes sportit e kanë kuptuar që domethënë e kanë mentalitetin pak a shumë të njëjtë, edhe followersat i kanë të njëjtë, domethënë e përcjellin trendet e njëjta, qysh edhe vajzat e komunitetit serb edhe ose komuniteti ashkali ose turk, edhe ka qenë mundësi shumë e mirë edhe ato me pa edhe vajzat tona, qysh të përzinë për ekipet, të bëj ekipet e përzime, qysh ato mujnë bashkë me luftu secila për ekipin e vet edhe mos me pas asnjë paragjykimi prej çfarë kombësie vjen.
Aurora Cakolli tregon se ajo nuk e ka as pak problem që të komunikojë dhe bashkëpunojë me vajza nga komunitete të tjera, kur luan në ndeshje të shumta. Jo, tek sporti nuk është problem, na nuk kena shumë punë dhe qas me komunikim. E kena, sidomos se cila vajzë besoj e din gjuhën anglize, komunikojnë në gjuhën anglize, ama neve gjuha jone komunikimit është me lujnë në njëna tjetër në futbol, që ajo bënd me. Atëherë ne mundohemi që të bëjmë punë sa më relative edhe me këto vajza të komuniteteve të ndryshme. Ofrojmë kushte si për gjitha vajzat të komunitetit tonë që janë kosovare, edhe njëjtë mundohemi që të ofrojmë edhe tjera të japim mbështetjen e duhur që edhe ato të ndihen të njëjta si kur vajzat tona, që të tregojnë se të gjitha në sport jemi të barabarta, nuk ka rëndësi a është komunitetit tjetër apo jo, e rëndësishme është që të gjitha të integrohen në shoqëri, në futboll edhe në jetë në përgjithësi dhe ne mundohemi që të krijojmë kushte për të gjitha ato vajza që janë të interesuar që të luajnë futboll. Shqiptar, serb apo komunitete tjera, Armenda Filipaj ka hap një porosi për të gjithë prindërit. Unë kisha inkuraju të gjithë prindrit që njësoj që kam pasionin e flakt me i pru djemt në futbol, hala pa janis mirë me ecë, me këshyrë edhe qikat njëjtë, se dhe ato din me lujt, edhe aty në njëjtë ju gufon zemra që ashtu për futbol, si kur djemve. Klubi i futbollit të vajzave Prishtina luan në Superligën e femrave dhe sipas Filipajt është klubi më i madh i vajzave në Ballkan.